Kështu, që Po, Deda, urdhro. Lëvizja vetëvendosje nuk ka me mujt me kriju qeverinë, pa një parti shqiptar. Qeveri. Po. Edhe... Vetëm për shkak presidentit, Jo, edhe për shkak të numrave për qeveri. qeveri. Për te asaj që është del numrat e diasporës. Kështu mendoj. Nëse del 52, ka mundësi ta bëj me minoritetet jo serbe. Po nëse. Edhe nëse del 52, nuk bëhen gjashtenim me komunitetet jo serbe. Po nuk është më rëndësi mo gjashtenishi. Për me bërë qeverinë. Në rëndësi është edhe të nishi, sepse jam i bindën që nuk ka më shku mo vetëm drejt për drejt në zgjedhje qeverisë, po në paket. E tash këtu i ki dy mënyrë. Nëse dërë me pas prezident, ma pak i se darë në qeveri, vetëvendosja nuk është që i ka 15 opcione. Ka ose PDK-n, ose LDK-n dhe AK-n. Me PDK-n duke që mund t'jetë largë. Po për dallim për i herave tjera, partitë e tjera kanë me kërku, është hera e parë faktikisht mas të në zgjedhjeve, që vetëvendosja është para një dileme, jo dileme, për para një rrugë që duhet të bëjnë ndarjet pushtetit. Jo thjesht një koalicion, po ndarjet pushtetit. Kryetari kuvendit, kryeministri, presidenti i vendit. Edhe përbërja qeverisë, edhe programi qeverisës. Gjitha këto të katërtat, janë tema me cilat vetëvendosja nuk o mësu me u marrë deri tash, edhe ka me qenë shumë, unë kësha pas qef, sa ma shpejt me ullë, me ditë na përtej, pa marrë parasysh, a do t'i ketë 51, a 52 deputet, a 50, a 49, se nuk e dim, tash këtë ja me fillu me diskutu me partit politike, edhe me ditë cila është kontura e qeverisës ashme, sepse neve na vjen një qeveri stabile 4 vjeçare. Unë mendoj që kontakte jo zyrtare që kanë fillu